Është në një situatë shumë të vështirë Serbia se sa duket. Okej. Ndoshta po të ishte luajtur në Beograd do ishte shumë e rrezikshme nga ana e sigurisë. Pra ata kanë frikë në trazirat e brendshme. Po, trazirat e brendshme. Po për ne do të ishte shumë më mirë ndoshta po të luajë në Beograd. Edhe unë kështu them. Do të ishte e frikshme për arsye sigurie, por presioni i madh që është. Presioni do ishte mbi ata më. Do ishte mbi ata. 60.000 veta, do të kërkon aty e fitonin. Des Ata në kanë mas 3 probleme me veta. njëri tjetrin politike, tash. Leskovci kishte vetëm 8.000 vend që ishte Kjo stadiumi. trisni nuk ndikon negativisht Tek ata më shumë. Kanë ata presionin. Presionin e kanë ata. Ja për shumë, kur ne themi provëri që na sjellin lekët, kush e ka presionin kemi ne apo? ne më duket. Dhe ai ishte një stadium i ri, i ndërtuar në 2023. Kështu që nga ana, si më thënë, sportive ishte shumë okay. Aty Serbia ka zhvilluar një 4 ndeshje, ka dy barazim, dy fitore. Mund në Zvicrën aty më duket 2-0. Po, edhe me Zvicrën me Moldavin ka luajtur aty. Edhe në grupin ton me Faroen, me Andorën aty luajtën. Edhe me Andorën që kanë fituar. Tani ne na duhet ato relativisht. Dhe ka përshtypjen që është ndeshje që Brazil po duhet mundesh Anglin, pastaj duhet mundesh Andorën, pres. Duhet presë. Po do të thotë që Anglia jemi me këtë ide që apo do na lejnë ato. Do na lejnë. Ne më vjen Dieg. Po jo, neve këtë llogari kemi bërë gjithmonë, pas një nuk e kemi shkuar deri te ndeshja e fundit. Që ta mendoj. Sipas llogarisë son. Tani shkum në Armeni dhe fiton. Spanjën në Europian për të kaluar grupin. Është më keq. Spanjën ai la. Ai la. Spanja luajti, bëri atë që bëri Portugalia me Gjorgjin. Se ti tani do me fitu neshën dhe mban brenda mushin stolmës. Hyjmë asaj histori tash, leje tani atë.